Kryeministri Rama deklaron pas kthimin nga Beogradi se vizita e përmbushi misionin, u thye akulli me Serbinë, keqardhje për serbët që nuk duan ta pranojnë në realitetin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e cilësojnë historike vizitën e Ramës në Serbi, ambasadori Arvizu nënvizojnë rëndësinë e dialogut të nisur mes liderëve të rajonit. Beogradi zyrtar nuk të riqet nga qëndrimi se Rama i provokoi me deklaratat për Kosovën, vizita nuk i arriti qëllimit që të përmirësonte marrëdhëniet. Debatet forta në Komisionin e Ekonomisë denoncojnë skandalet me pijet energjike dhe mashtrimet që bëjnë koncesionarët e naftës duke mos paguar tatime. Daniel Godelli shpallet kampion bote në peshqritje në botrorin e Kazakistanit, sportisti merr 2 medaljari dhe 1 argjendi. Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Pas kthimit nga Beogradi, kryeministri Rama tha se vizita e realizoi misionin e saj. Shqipëria ja doli të thyej akullin në marrëdhëniet me Serbinë, teksa i falenderoi të gjithë për pritjen. Rama nënvizoi se ndjej i keqardhur për Serbinë, që nuk pranon ta shohë në sy realitetin. Kryeministri tha mëtej se serbëve ju shtrit dora e miqësisë, duke bërë që sot të jemi më afër. Në përfundim të vizitës në Serbi të parës pas rreth 7 dekadash të një kryeministri shqiptar në Beograd, Rama ka dalë para medias me një fjalim që përtej falënderimeve për colljet dhe vizionin e qeverisë, për marrëdhëniet me serbët e për rolin e Tiranës zyrtare në mbështetje të shqiptarëve kudo që ata jetojnë. U thye një akullnaj e shtrezuar në dekadat gjata luftrash, konfliktesh, dasish të pangushlueshme mes Europës. Ne shkuam Beograd me dorën e shtrirë të miqësisë, dhe jemi sot më afër se që ishim para 2 ditësh, edhe pse rruga që duhet bëjmë për të bërë miq të vërtet është shumë më e gjatë se rruga që bëm këto 2 ditë. Duke u pozicionuar qartë pro një marrëdhënie të re me Serbinë, kryeministri shqiptar është shprehur i keqardhur për deklaratat e politikanëve serb në përfundim të vizitës së tij në Beograd. Nuk ka si mos vi keq kur sheh njerëz që përpiqen ta mbulojnë diellin me shosh, apo që e kanë të pamundur të hapin syt për të parë një realitet që është në sytë të gjithëve. Dhe përtej kësaj, unë besoj se nuk ka nevojë të shtojmë komente apo batuta, se shumë batuta do më vinin mend për punë e Shkopit, se çfarë mund të bëjmë me Shkopin, kolegu im, por jam i bindur që ai ka përdorur si metaforë edhe e tillë le të mbetet që mos hym në historira shkopinjsh. Por pavarësisht qëndrimit Beogradi zyrtar, Rama ka konfirmuar se do të jetë sërish në Serbi në dhjetor për të bërë pjesë e takimit të përvitshëm Kinë Europë Juglindore. Unë s'kam asnjë problem të shkoj në Beograd dhe shpresoj që një orë më parë serbët mos kenë problem të më kenë mua në Beograd. Se nuk jam unë që e krijoj problemin e tyre në raport me Kosovën, po janë ata që duhet ta zgjidhin këtë si një problem të madh të vetvetes me të shkuarën dhe me të ardhmen e tyre. Pjesë e komunikimit të kryeministrit me gazetarët për vizitën në Beograd u bën edhe batutat për dronin. Bëm familje dronesh, më duket. Me që hodhi vllai im të parin, s'mund të rria unë pa dytën. Faleminderit. 30 minutë që i sotëm me njerë pas ti edicioni informativ sjell një speciale të zgjeruar mbi vizitën e kryeministrit Rama në Serbi. Grupi gjerimit Vision Plus transmeton sot detajet e vështira për të pikasur në transmetime direkte të 10 dhe 11 nëntorit, ato që u panë në televizion dhe ato që u thanë pas kamerave. Ecim mëtej me të tjera lajme historike dhe shumë të rëndësishme, kështu e ka cilësuar today's provocation here at press conference. I za tu vrstu provokacije, kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende
të ndryshme të botës dhe mbështetur nga vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i pacivërsueshëm rajonal dhe evropian. Historike dhe shumë të rëndësishme, kështu e ka cilësuar ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandar Arvizu vizitën e Ramës në Serbi. Diplomati i lartë tha se prania e Ramës në Beograd pas incidentit në ndeshjen e futbollit ishte një sinjal inkurajues dhe pozitiv për dialogun e liderëve të rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë vizitën e kryeministrit Edi Rama në Serbi. Ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandar Arvizu tha se takimi në Beograd ishte historik dhe me një rëndësi tepër të veçantë edhe për Shtetet e Bashkuara. Nga perspektiva e SBA-s, kjo vizitë ka qenë shumë e rëndësishme. Do t'ja lë qeverisë shqiptare dhe asaj të Serbisë që të adresojnë pikat e tyre specifike. Por për SBA-t, kjo vizitë ka qenë shumë e rëndësishme, historike. 68 vjet është një kohë shumë e gjatë për takimin e drejtuesve të zgjedhur të dy vendeve fqinj, duke shpresuar që të dyja vendet do të mund të ndërtojnë mbi këtë vizitë. Ka qenë inkurajuese që pas incidentit në ndeshjen e futbollit të dy vendet caktuan një datë tjetër për t'u takuar. Kjo ishte shumë pozitive. Le të shpresojmë që ata do të mund të punojnë me njëri tjetrin, që edhe zoti Vučić të vizitojë Shqipërinë. Kjo do të jetë diçka e rëndësishme për rajonin dhe të gjithë Europën. Ambasadori e përfundoi duke nënvizuar klimën pozitive që mund të vijojë përmes dialogut mes liderëve të rajonit. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati komenton vizitën e Serbi si një mision të përmbushur me sukses. Bushati mbështetet jo vetëm qëndrimin e kryeministrit, por konsideron si sfidë për të fituar gjithë përpjekjet diplomatike për të mos shënuar imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë. Shefi diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati ka deklaruar se vizita në Serbi përmbushi pritshmëritë e shërbeu për të çelur një marrëdhënie të re mes Beogradit dhe Tiranës zyrtare. Duke ju përgjigjur interesit gazetarëve, Bushati ka mbrojtur deklaratën e kryeministrit për Kosovën, duke theksuar se ky është një realitet që duhet pranuar nga të gjithë. Pavarësia e Kosovës e njohur nga 108 shtete deri më tani e ka thelluar stabilitetin demokratik në rajon dhe e ka bërë edhe më domosdoshme një raport të ri dhe një kapitull të ri në marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë apo ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Më herët ministri Bushati preku problematikën e marrëdhënieve me Serbinë dhe gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm për buxhetin e vitit 2015. I pyetur nga deputetët nëse nevojiten më shumë fonde për të përballuar vështirësi të tilla diplomatike, Bushati sqaroi se më i rëndësishëm se burimet financiare është vizioni, duke theksuar se diplomacia shqiptare përballoi shumë mirë situatën e krijuar pas ndeshjes së 14 tetorit, pavarësisht buxhetit që kjo ministri ka në dispozicion. Mund t'ju them që në të gjitha mediat më prestigjioze ndërkombëtare, në të gjitha forumet më prestigjioze ndërkombëtare, siç e demonstron edhe ky buxhet që ju keni këtu para apo edhe buxheti i vitit kaluar që kemi miratuar së bashku, nuk ka asnjë zë që të mbështes, le të themi, propagandimin e Shqipërisë. Çdo gjë që është bërë në këtë drejtim, të gjitha qëndrimet, intervistat, komentet, analizat e tjerë, të gjitha janë bërë me kostot zero. Gjatë raportimit në komision, ministri Bushati deklaroi se për vitin e ardhshëm ka më shumë para në dispozicion për shkak të mbylljes së disa ambasadave, por edhe për shkak të një marrëveshje me shërbimin sekret, sipas të cilës oficerët e shish nuk do të paguhen më nga ministria, por nga vetë institucioni. Por serbët nuk të riqen nga qëndrimi tyre se Rama i provokoi në Beograd duke përmendur Kosovën. Ministri i Jashtëm Ivica Dačić tha se vizita nuk arriti synimin për të normalizuar marrëdhëniet mes dy vendeve. Vizita e delegacionit shqiptar dhe deklaratat e kryeministrit Rama vijojnë të kenë një hon në Serbi. Numri 2 i qeverisë serbe, një herë është ministri i Jashtëm Ivica Dačić, tha sot se vizita e Ramës në Beograd nuk e arriti qëllimin e saj. Dačić deklaroi për televizionin publik të Serbisë se marrëdhëniet mes dy vendeve janë më të përkeqësuara nga sa ishin më herët. Ai qëndroi edhe një herë tezës së provokimit. Sipas Dačić, Rama gaboi që i kërkoi Serbisë që të njihte Kosovën. Vizita e Ramës u organizua nga të gjitha palët dhe vinte si përgjigje ndaj bashkësisë ndërkombëtare pas konferencës që u mbajt në Berlin, në kujdesin e kancelares Merkel. Mirë po vizita nuk e arriti objektivat për normalizimin e marrëdhënieve dypalqe pas kaq shumë vitesh, megjithatë shpresoj që hapet e ardhshëm të jenë më dobiprurës. Ana e mirë e vizitës ishte nënshkrimi i disa marrëveshjeve.
Zëvendës kryeministri serb Dačić tha se dyert mbeten të hapura pasi edhe kryeministri Vučić ka shprehur dëshirën për të vizituar Shqipërinë. Fjalimi i Ramës në Beograd është vlerësuar si historik nga akademiku kosovar Recep Qosja. Gjatë një aktiviteti në Peqin, ai tha se kryeministri shqiptar dëshmoi interesin për të gjithë shqiptarët ku do të ndodhen, duke u konfirmuar si lider mbi palët në rajon. Akademiku kosovar Recep Qosja e konsideron historik fjalimin e kryeministrit Edi Rama në Beograd. Për Qosjen, artikulimi i qartë i Ramës në pranitë të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić ishte ajo që shqiptarët e Kosovës e kanë pritur ta dëgjojnë prej vitesh. Ishte kjo një vizitë shumë e dinitetshme që foli në mënyrën më të mrekullueshme për Shqipërinë e për shqiptarët. Shqiptarët jashtë Shqipërisë gjithmonë kanë quajtur Shqipërinë nëna Shqipëri. E tregoi pra atë që ata e kanë pritur gjithmonë për Shqipërisë, që e kanë dëshiruar gjithmonë për Shqipërisë. E priti Shqipëria tregoi interesim për ta. Shqipëria tregoi kujdes për ta. Ligjërata e Ramës i ngjante asaj të një politikani dhe intelektuali të shquar, që e nxjerr atë mbi palët si lider i parë në rajon, tha mëtej Recep Qosja. Akademiku i njohur kosovar mori pjesë në aktivitetin Kolonia e Arteve Figurative Peqin, aktiviteti i cili u organizua me mbështetjen e Institutit të Librit e Promocionit dhe deputetit të zonës Alfred Peza. Komisioni i Ekonomisë vazhdon përpjekjet për të eliminuar favorizimet që parashikon paketa fiskale për pijet energjike, por diskutimet kanë zbuluar një tjetër skandal. Vetë drejtoria e doganave ka zbuluar në komision një skem mashtrimi. Shumë prej këtyre produkteve nuk tatohen si energjike, pasi në të vërtet janë pije freskuese sepse vetëm figurën kanë si pija e reklamuar, por në përmbajtje i mungon në fakt elementi kryesor, taurina. Komisioni i Ekonomisë nuk do të miratojë nenin në paketën fiskale i cili heq akcizën për pijet energjike. Edhe pse votoi pro paketës në tërësi, Erion Braça tha se ligji nuk do të kalojë nëse nuk vendosin kufizime për kompanitë që tregtojnë këto lloj pijesh. Po votojmë në parim për të hyrë në diskutim me qëllim që të reflektojmë çdo opinion që kemi. Kush është pro, kundër, abstenim, miratohet. Deputetët kërkuan informacione nga krerët e tatimeve dhe doganave, se cilat ishin arsyet që gjatë 2014-s akciza për pijet energjike është realizuar për gjysëm. Për vitin 2014 fikuam që të mbledhnim $5 milion, 5 milion lekë të reja, dhe ju parashikoni që të mbledhni $2.8 milion, pra $2.2 milion sa parashikimi. Cilat janë arsyet e kësaj ulje të parashikimit, ku kemi bërë parashikimin për këtë vit, jemi bazuar te importet ndër vit. Në mënyrë që të futeshin në akcize, sepse nuk kanë qenë subjekte akcize, duhet të certifikoheshin si pritës regjistruar apo si subjekte të akcize. Për të futur në sistem, pra për të mund të operuar këto subjekte, u kërkua një periudhë kohë edhe këtu, sa i përket hyrjes në fuqi të akcizës, por që nuk u dha. Hyri fuqi me një herë dhe praktikisht pati ulje të prodhimit. Drejtoria e doganave shkoi më larg duke thënë që këto kompani kanë hequr substancat për të cilat tatoheshin duke mashtruar konsumatorin. Të gjitha produktet që përbëjnë një pije energjike. Ne e kemi referuar këtë gjë në gjitha institucionet. Po, në Ministrinë e Financave, Ministrinë e Ekonomisë dhe kemi thënë, institucionet të tjera duhet të merren me mashtrimin ndaj konsumatorit, sepse një konsumator që blen këtë kanaçe e blen për pije energjike, nuk e blen për pije freskuese. Problemin e keni ju shumë qartë. Momentin që unë importuesi vi paraqitem me kod të ndryshëm nga i kodi që kemi vendosur në ligj, është shumë i qartë në këtë aspekt dhe bëhet problemi akoma më i qartë në një plan shumë të rëndësishëm për cilin unë u bëra iniciatori i kësaj gjëje, plani shëndetësor. Dhe me që po qarkullon e gjithë kjo histori, tani në bashkëpunim me Komisionin e Shëndetësisë kam dhe një ide tjetër, që për fat mirë s'kemi pse e shpikim, po e kanë qitë gjithë. Kufizimin deri në moshën 18 vjeç. Për herë të parë pas 10 vitesh që u futën në qarkullim në tregun shqiptar, për pijet energjike u vu akcizë këtë vit. Në paketën fiskale që po diskutohet në Kuvend, Ministria e Financave ka propozuar heqjen e kësaj takse, por pjesa dërmuese e deputetëve është kundër. Aktualisht akciza që paguajnë këto kompani është 10 lekë për kanaçe. Debatet forta në Komisionin e Ekonomisë janë zhvilluar edhe për koncesionarët e naftës. Sipas Braçës, këto kompani fitojnë miliona dhe nuk paguajnë asnjë qindar këtatime. Madje koncesionarët janë përfshirë në abuzime edhe më të mëdha, pasi naftën bruto nuk e eksportojnë, por e ullojnë në Durrës dhe shesin gjithandej.
Kreu i Komisionit e Ekonomisë, por edhe deputetët tjerë antar të këtij komisioni, kanë kërkuar llogari pranë kreut të tatimeve për shkaqet që ende edhe sot, prej më shumë se 15 vitesh, 2 kompani të cilat kanë marrëveshje koncesionare në kërkimin dhe prodhimin e naftës nuk paguajnë tatim fitim. Për një pompë me vlerë 7 milion euro. Kur po të hysh në të gjitha websajtet, vlera e saj mund të jetë 2 herë apo 3 herë edhe më poshtë. Absolutisht. Kush e kontrollon këtë faturë tatimore të kësaj kompanie në momentin që ajo e paraqet dhe e tregon si shpenzim? Nuk lejoj administrata tatimore të bënte kontroll në atë kompani, sepse ka 2 ligje. I parë është ligji procedurat e administratës tatimore, i dytë është ligji për hidrokarburet. Dhe në ligjin e hidrokarbureve shprehet qartësisht dhe mbi këtë ligj funksionon edhe kontrata koncesionare që kanë marrë ata dhe shprehet qartësisht thuhet, organi i cili certifikon shpenzimet është AKBN-ja. Gjatë debatit mes Braçës dhe Shehajit, ky e fundit nxori në pa edhe mënyrën se si koncesionarët e naftës mashtrojnë konsumatorin. Me dhe koncesione të tilla ne që krijojnë kompaninë që do investojë, krijojnë atë që ka marrë koncesionin, bëjnë ca gjyqje në gjykata dhe faturat që shkojnë me njëri tjetrin në gjykatë janë mashtrim. Dhe sot ne jemi gati për çuar dhe është prokurori, po kemi faktuar një skem shumë të madhe mashtrimi nga një kompani. Që në gjykata më me bi shkojnë me fatura të mashtruara, në tatime kanë fatura të tjera deklaruara. Elisa Spiropali tha se koncesionarët në fushën e naftës shmangin pagesën e taksave për shkak se nuk e kanë të vendosur kalimacin. Deri në 30 nëntor, dogana u ka çuar një ultimatum me shkrim, ku i kërkon deri në 30 nëntor të vendosin kalimaca. Atëherë fundi nëntorit do të jetë afati i fundit për këto kompani për të vendosur macat që thonë. Nëse ne po i kërkojmë gjithëve, pa përjashtim, të vendosin macin e energjisë elektrike edhe për 10.000 lekë, edhe për 30.000 lekë, edhe për 40.000 lekë, etj. Me radhë, nuk ka pse mos i vendosim macin secilës prej kompanive për 1.3 milion ton karburante të prodhuara në vit. Debati në Komisionin e Ekonomisë vërtetoi se ai që dëmtohet më shumë është konsumatori, pasi deri më sot askush nuk ka marrë mbrapa dëmshpërblimin si për naftën e keqe, ashtu edhe për produktet falso që konsumon. Deputetët dëgjuan raportimin për më shumë se 3 orë të drejtores së doganave dhe asaj të tatimeve. Edhe pse mbledhja e të ardhurave për këtë vit është realizuar, Kesh dhe OSHE mbeten 2 kompanit më problematike që nuk derdhin të ardhurat në buxhet. Tatimet u ankuan se institucionet të tjera buxhetore nuk derdhin as kontributet e sigurimeve shoqërore për punonjësit e tyre. Në një takim të Partisë Demokratike me biznesin, të dyja palët kanë rënë dakord në qëndrimin kundër rritjes së taksave, por kërkesës së biznesit që opozita të kthehet në kuvend për të lobuar dhe votuar kundër këtyre rritjeve, Basha i ka ofruar një tjetër alternativ, bashkim në protestat e opozitës në Shesh. Opozita dhe biznesi kanë qenë në të njëjtën gjatësi vale lidhur me kritikat ndaj rritjes së taksave që parashikohen në paketën fiskale të vitit 2015, por bojkoti i demokratëve ndaj parlamentit duket se ka qenë një moment kur palët kanë ndarë qëndrime të ndryshme. Përballë kërkesave të biznesit që deputetët e PD-s të kundërshtojnë paketën fiskale në kuvend, Basha ka bërë të qartë se edhe shqyrtimi e votimi i ligjeve më të rëndësishme financiare të vitit do ta gjejnë opozitën jashtë parlamentit. Dhoma e Drejtësisë e konsultuar dhe me ekspertët dhe me grupet dhe antarët e saj, i kërkon opozitës të bëjë rolin e saj konstruktiv dhe në rastin konkret të marrë iniciativën të jetë në parlament për ta mbrojtur denjësisht këtë iniciativë që dëmton interesat e biznesit. Kërkesa do jetë zyrtarisht, zoti kryetar, nga Dhoma e Tregtisë për ju, të mbledhet grupi parlamentar, të bëhet një opozit dhe një oponent ashtu siç u bë këtu, ashtu siç dhe grupet e interesit e kanë trajtuar me shumë kujdes. Ne jemi këtu për t'ju dëgjuar konkretisht çfarë janë vërejtjet tuaja në raport me këtë paketë. Sa i përket çështjes parlamentit, qëndrimi jonë është i qartë, mbetet i qartë. Është një qëndrim që është kuptuar gjithësisht si nga opinioni publik qytetar, ashtu dhe nga partnerët ndërkombëtar. Parlamenti është kushte pa pajtueshmërie me parlamentarizmin, përsa kohë që ka bërë normë sjelljes dhunimin e kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese. Sipas Bashës, ky projekt buxhet dhe kjo paketë fiskale vetëm sa do të thellojnë rënimin e ekonomisë e varfërimin e qytetarëve. Shqetësimet tona nuk janë vetëm tonat, por janë edhe tuajat. Sekondër janë të konsumatorëve, qytetarëve, të cilët janë përballur me efektet e paketës 2014 dhe në vend që të shohin lehtësim, kthim prapa nga rruga e gabuar, drejtimet e gabuara të kësaj pakete rënuese për ekonominë, shohin thellim
të mëtejshëm të problematikës. Që prej fillimit të shqyrtimit të projekt buxhetit e paketës fiskale në parlament, opozita ka filluar të bëjë publike kritikat e saj në komisionet paralele, konferencat për shtyp e tryezat me grupet e interesit. Krye prokurori Adriatik Lalla ka kërkuar shtim të numrit të prokurorëve pasi numri i dosjeve shumë i madh. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, Lalla ka debatuar me deputetët socialistë edhe për luftën kundër korrupsionit dhe ndërhyrjet politike. Prokuroria po përballet me një fluks të lartë të çështjeve, sidomos ato që kanë lidhje me korrupsionin, ndërsa kërkesat e saj për shtim të buxhetit do të përktheheshin në shtim të numrit të prokurorëve, nuk janë marrë parasysh nga qeveria. Deklarata është për sot nga prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla në Komisionin e Ligjeve. Gjatë viteve 2013 dhe 2014, institucioni ynë ka patur një volum të madh pune, krahasuar me vitet e tjera, i cili është përballur nga një njëjta trup prokurorësh. Krahasuar me nëntëmujorin e parë të vitit 2013, gjatë këtij viti kemi një rritje prej 36% të numrit të procedimeve penale të regjistruara dhe 50% të numrit të panderve të regjistruar. Por deklarata e tij ka sjellë reagimin e deputetit socialist Pandeli Majko. Ai kërkoi sqarime nëse një nga arsyet e zvarritjes së hetimeve, sidomos ato që kanë lidhje me korrupsionin, janë për shkak të influencave politike. Shqetësimi kryesor joni është marrëdhënia me korrupsionin në shtetin ton është e diskredituar. Dhe ju jeni institucioni përgjegjës. Ju jeni i njëjta trup që keni funksionuar dhe më përpara dhe vazhdoni e trajtoni problemin sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Dhe do t'ju zgjidhni problemin shtesa në buxhet e disa njerëzve në personel apo në IT. Kjo që ka problemi i luftës kundër korrupsionit? Apo deklaratat tuaja se do ndodhin gjëra të jashtëzakonshme nga ato që do marrin vesh nga hetimet? Lidhur me luftën kundër korrupsionit, është fakt dhe i përsëris sërish se një ndër pengesat kryesore të punës së prokurorisë shqiptare është mungesa në stafin e saj. Nuk mundet që me këtë larkesë të madhe pune, ky numër prokurorësh të përballojnë të sfidë të madhe të shoqërisë shqiptare. Nëse ju jeni shqetësuar nga deklaratat e mia publike, i përmend sërish, ne kemi në proces hetimi dhe do të vijojmë të hetojmë çdo rast të cilat kemi dyshim. Rezultatet pas do të nxjerrin hetimet konkrete. Edhe deputetë të tjerë të PS-s kanë shprehur pak kënaqësi për zvarritjen e hetimeve, ndërsa janë shprehur të gatshëm të mbështesin Lallën në kërkesat e tij. Në Komisionin e Ligjeve ka raportuar sot ministri i Drejtësisë Nasip Naço, i cili ka prezantuar projekt buxhetin për vitin 2015. Naço tha se krahasuar me një vit më parë, buxheti i Ministrisë së Drejtësisë është rritur me 13.7%, ndërsa pjesa më e madhe e tij do të shkojë për sistemin e burgjeve. Shumë shpejt Partia e Thaçit e konsideron të pamjaftueshme tërheqjen e bllokut opozitar nga posti i kryetarit kuvendit, kërkon më parë një marrëveshje politike. Në prag të dy sfidave miqësore me Francën dhe Italinë, Kuqezin nisin përgatitjet. Tekniku De Biasi aplikon skema dhe sheh përgatitjen fizike të lojtarëve. Shqipëria merr 2 medalje ari dhe 1 argjendi në kampionatin botror të peshqritjes. Të gjithë këto medalje janë varur në qafën e Daniel Godellit, i cili u shpall sot kampion bote në kampionatin për të rritur në Kazakistan. Daniel Godelli u shpall kampion bote në kampionatin botror të peshqritjes për të rritur që po zhvillohet në qytetin e Almatit të Kazakistanit. Në garat për peshën 77 kg, 22 vjeçari arriti të rëmbente 3 medalje, 2 ari dhe 1 argjendi. Fillimisht Godelli u shpall kampion bote në stilin e shtytjes. Në provën e parë ai ngriti 165 kg. Realizoi të dytën me sukses 167 kg, ndërsa u renditi pari pasi ngriti në provën e tretë 171 kg. Ndërkohë sportisti tjetër shqiptar Erkan Qerimaj përfundoi në stilin e shtytjes në vend të pestë, pasi ngriti në provën e tretë 160 kg. Por Godelli nuk u mjaftua me kaq duke tentuar me sukses edhe në stilin e shkëputjes në një duel të fortë me rivalin kinez Zhong Guanjun dhe koreanin Kim Kwang Song. Godelli në provën e parë ngriti 196 kg, ndërsa në të dytën 198, mëse e mjaftueshme për të qenë në majën e botës. Sportisti shqiptar tentoi të thyente rekord me 211 kg në provën e tretë, por edhe pse nuk e realizoi, zuri vendin e parë në 2 garësh, ndërsa rëmbeu të argjendën në këtë stil. Në përfundim në 2 garësh, Godelli ngriti 369 kg, medalja e dytë e artë, me 2 kg më shumë se kinezi Zhong dhe 6 nga koreani Kim, ndërkohë që Rimaj dështoi në 3 provat e stilit shkëputjes, duke u skualifikuar në 2 garësh.
Pas blokimin 3 vjeçar të kuotave për programet e specializimit afatgjat në fushën e mjekësisë, qeveria ka miratuar 365 kuota për vitin akademik 2014-2015. Janë mbi 1500 studentë që pritet konkurrojnë pranë Universitetit Mjekësisë në Tiranë për të përfituar nga këto kuota që Këshilli i Ministrave aprovoi këtë të mërkurë. Sipas vendimit, 340 kuota janë për kandidatët brenda teritorit vendit, 20 për ata me kombësi shqiptare nga trojet jashtë kufive si Kosova, Maqedonia, Malizi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja. Tarifa vjetore e shkollimit për studentët që do të ndjekin programet specializuese në fushën e mjekësisë do të jetë 115.000 lekë. Tërheqja e bllokut opozitar në Kosovë nga posti kryetarit të kuvendit nuk po mjafton për zgjidhjen e krizës institucionale. Partia Demokratike e Kosovës nuk pranon të futet në seancë konstituive, qoftë për të votuar një kandidat të tyre, nëse më herët nuk arrihet një marrëveshje politike mes palëve. Sekretari i përgjithshëm i PDK-s Basrimus Murati tha për Radio Kosovën se marrëveshja është pranë dhe mund të arrihet javën e ardhshme. Murati shtoi se thirrja e seancës do të bëhet menjëherë pas arritjes së marrëveshjes. Megjithatë, ai nuk ka bërë të ditur se çfarë do të mbajë marrëveshja, por as mënyrën se si do t'i ofrohet liderëve të partive të bllokut. Drejtuesit e projektit Pastrojmë Shqipërinë në një ditë janë ndalur këtë herë në qytetin jugor të Gjirokastrës. Ashtu si edhe në rrethet të tjera të vendit, ata kanë organizuar një takim me institucionet e pushtetit vendor, nxënësit e shkollave të mesme si dhe aktorë të tjerë lokal. Koordinatorët e Green Tour kanë theksuar rëndësinë e ndërgjegjësimit popullatës për mbajtjen pastër të mjedisit që i rrethon. Pasi të ketë përfunduar turi takimeve në datën 21 nëntor, pritet finalizohet aksioni i madh për pastrimin vullnetar të territorit, i cili sipas parashikimeve pritet të angazhojë 100.000 vet. Ky aktivitet organizohet për të dytin vit radhasi. Do të flasim tani për sportin. Kombëtarja Kuqezi shkon në takimet miqësore me Francën dhe Italinë për të mësuar sa më shumë në fushën e lojës. Kjo është ambicia që ka shpallur trajneri Debiasi. Të fitojmë sa më shumë eksperiencë nga miqësorët përballë dy ekipeve shumë të forta dhe të një niveli të lartë. Në konferencë për shtyp në prag të miqësorëve ndaj Francës dhe Italisë, tekniku Debiasi ka deklaruar se përveç eksperiencës, skuadra Kuqezi do të kërkojë të bëjë paraqitje të mira, pra ekipi nuk shkon thjesht për shëtitje. Luajmë ndaj dy skuadrave mjaft të mira, ku fitohet vetëm me eksperiencë, gjithsesi përballë tyre ka rëndësi të madhe edhe paraqitja që do të bëjmë. Edhe pse kemi disa mungesa, do të shprehim në fush ato që kemi bërë deri tani. Në këto dy ndeshje nuk do të shkojmë thjesht për shëtitje dhe të humbasim, po na u dha mundësia do të kërkojmë edhe fitoren. Ndërkohë për kapitenin e kombëtares përballja kundër Francës është gjithmonë e veçantë, ndërsa ndeshjet me fanellën Kuqezi ai nuk i konsideron asnjëherë miqësore. Dhe raportin dhe shokët që i kam aty, dhe gjithashtu familja që jeton aty dhe sigurisht kur kthehem atje gjithmonë me kënaqësi dhe sidomos kur shkoj atje me kombëtarën tonë dhe përfaqësoj Shqipërinë në Francë është diçka e veçantë. Cana ka folur edhe njëherë për ndeshjen e 14 tetorit në Beograd, ndërsa deklaroi se ajo që ka shkruar arbitri në raport është kontradiktore, pasi zyrtarët e ndeshjes e pyetën palën shqiptare nëse ishin në gjendje të vazhdonin më tej takimin. Festimi me gjestin e Shqiponjës pas shënimit të golit nuk do të jetë më e mundur për shqiptarët që luajnë me kombëtaren e Zvicrës. Lajmi është konfirmuar nga vetë futbollisti me origjinë shqiptare Valon Berhami që luan për kombëtaren helvete. Vendimi është marrë gjatë një mbledhjeje që shqiptarët Valon Berhami dhe Xherdan Shaqiri kanë zhvilluar me kapitenin e Zvicrës Gökhan Inler. Ndalimi i festimit me simbol shqiponje gjatë angazhimit të futbollistëve me kombëtaren zvicerane vjen si shenjë respekti ndaj fanellës që ata përfaqësojnë. Tema e kësaj mënyre festimi është trajtuar gjatë në kombëtaren zvicerane, pasi të prekur nga ngjarjet e ndeshjes Serbi-Shqipëri, futbollistët shqiptar Granit Xhaka dhe Pajtim Kasami kanë festuar me simbol shqiponje golat e shënuar prej tyre në kampionatet përkatëse. Kryeministri Rama deklaron pas kthimit nga Beogradi se vizita e përmbushi misionin, u thye akulli me Serbinë, keqardhje për serbët që nuk duan ta pranojnë realitetin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës cilësojnë historike vizitën e Ramës në Serbi, ambasadori Arvizu nënvizon rëndësinë e dialogut nisur mes liderëve të rajonit. Beogradi zyrtar nuk tërhiqet nga qëndrimi se Rama i provokoi me deklaratat për Kosovën, vizita nuk e arriti qëllimit që të përmirësonte marrëdhëniet. Debatet forta në Komisionin e Ekonomisë denoncojnë skandalet me pijen energjike dhe mashtrimet që bëjnë koncesionarët e naftës duke mos paguar tatime. Daniel Godelli shpallet kampioni botës në peshqritje në botrorin e Kazakistanit, sportisti merr 2 medalje ari dhe 1 argjendi.
Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar të miropafshim.